Unë kam qenë në kerë me Micin, me Hamdi Hajrizin edhe me Neziri Merin. Na atë ditë kur kemi orë këtu, gjatë rrugës kur kemi orë këtu, na e kem po shumë mirë kerën e tonit që është të shku në prit. Na kemi qenë dikun në largësi rreth 200-300 metra mos gabusha, na kemi qenë këtë pjesën këtu. Kur e kemi po pritën e forcat të shkive atje, kurse toni ka qenë dikun atje rreth, me thonë 20 metra, ka i dheu atje ku po duket, ka qenë me shok tjere për para. Kur kemi ardhur na këtu, pas e kemi po pritën, neve Mici na ka lut me zbrit për kerrit, se na ishëm tri, edhe na tha se zbritni se edhe me shku atje na s'mundëm shumë pak, po unë e kom vendosur mos me lëm veten tonin me shok. Atëherë na s'kemi pranu as njëri për neve që jemi kom me Micin, s'kemi pranu me zbrit për kerrit, edhe kemi vazhdu rrugën. Kur kemi arrit këtu, jemi vendosur rreth 3 deri 4 metra larg automjetit tonit me shok. Automjeti tonit ishte përbri autoblindit, kurse përpara automjetit tonit ishte i vendosur një Land Rover. Dhe pas autoblindit ishte i vendosur Pisgaveri. Ne Mici na urdhoi që asnjëri prej neve mos me gjuh dhe me marr pozicione. Ai na tha që të gjujmë vetëm atëherë kur të dëgjojmë një krizmë prej shokëve tonë, pasi ata ishin më afër serbëve. Mas atyshët e kena vez na zjarë këtu e kena hapë, aty tani jam rritë edhe zëvend si minca me shokët, me kolegët e mi, erdhen. Dëgjojmë një krizmë prej pushkëve të shokëve tonë dhe ne kemi fillu të gjujmë. Pas gjujtjev diko rreth 10 minuta, aty vriten Mici, plagoset të rënd për vdekje Hamdiu, dhe vritet edhe Neziri Meri, kurse unë plagosem. Pasi plagosem unë, thej dritarën e automjetit, pasi ishte vetëm me dy dyrë, edhe dalën thera poshtë. Dhe në ato momente fillojnë gjujqet e pushkëve të shokëve tonë nga largësia. Mirë po, forcat serbe u frigun edhe fillon të larguan, pasi me ndalën se ishin të rrethum. Edhe pasi u largun ata, unë ngritem në kombë, edhe ofrohem të automjeti i shokëve, të shoh mos ka mbet dikur gjallë dhe shoh që Hamdiu ishte në momentet e fundit të jetës tij. Në atë moment unë shkoj edhe te automjeti i shokëve, me tonit me shoku ishte përpara, të shoh mos ka mbet dikush dhe shoh që toni ishte i vdekur në automjet me pekteshin. Kurse në lulëzimi ishte i plagosur, cilin nuk e kisha diktuar se ishte i plagosur, mendoja se ishte i vdekur. Unë isha kështu vendia se isha plagum, mos e kom ditë vetën qysh jam heq. Unë prapë kthehem te Hamdiu, i cili kërkon te ujë dhe po shpëriste dhe në ato momente edhe ai vdes. Kur kthej kokën ka automjeti i parë, e shoh se te automjeti i shokëve kishin ardhur shokët tonë tjerë në ndihmë dhe morën lulëzimin. Unë atëherë pa mundësi për me shku te shokë tjerë se isha dikun 15 metra pasi që shkite kishin shtyj automjetin tonë prej rrugës. Unë kaloj prej therave, dal poshtë në fushë dhe shoh forcat e serbëve që i ktheheshin prapë. Unë i thras shokët që të larguan prej vendit dhe ata pasi e shohin që po kthehen prapë forcat më mëdha të serbëve, ata larguan, e marrin lulëzimin, e plagosën edhe larguan. Unë vazhdoj rrugën poshtë dhe shkoj në Opterush. Kur më rri në Opterush, e hubi vetë dijen, dhe në atë moment më morën shokë të ushtarët tonë dhe më dërgojnë në Reti, ku në shtatë të Retis, ku më japet ndihme e parë nga doktor Sabaudin Cena, i cili ma vonë më transferon për në Samadraq. Në këtë betej edhe në mesin e forcave serbe pat humbje të mëdha, ndërsa lajmi për rënien e komandant Tonit dhe komandant Micit, si dhe të 3 bashkëlojtarëve të tyre nga zona operative Shalës, jehoj kudo dhe më shumë. Po kom hinë në sobë, më shkon dritë në sobë ka është dhe dinjën e miti ka shpjetë. Inë gjitha më shumë dritë se. Lajme o pritë shumë, me pikullim për ndryshe raveci kujtum që pare ata shërun, hinën gjallë në tokë, se kam pas një besim të malë Toni, të Mici, edhe aty njerëzit janë frigu shumë se shka do të ndodhë të ashti mas ranjës aty në. Me të dëgjuar
që për rënien e tonit edhe të micit, me të vërtet kam qenë i goditur shumë, kam qenë i bindur se e kalon një shpratësi jashtëzakonisht e madhe edhe toni dhe mici në organizimin e luftës, në organizimin e ushtrisë shqiptare të Kosovës, por shokët gjetën guxim, gjetën aftësi që ta vazhdojmë rrugën e tonit, e micit dhe gjithë dëshmorëve tjerë, dhe sot jemi këtu ku jemi, fillimisht dhe pikërisht duke ju falenderuar sakrificit e tyre, gjakut e tyre, edhe shumë e shumë dëshmorë të tjerë. Rahoveci, Anadrinia dhe Mbar Kosova mburën sot për veprën e komandantëve Toni e Mici dhe të dëshmorëve të tjerë që u sakrifikuan për lirinë e Kosovës. Në shenjë përkujtime e nderimi, institucionet të ndryshme janë pakzuar me emrat e tyre. Ndërkaq në vendin e rënies është ngritur kjo pllakë përkujtimore, e cila ruan kujtimin për sakrificën, heroizmin dhe pavdekësinë e dy figurave qendrore të ushtrisë shqiptare të Kosovës, jo vetëm në Anadrini, që u shndruan në legjendë të krenarisë sonë. Sulmohet